tashmë vim përsëri në zgjedhjen e emrit presidentit. Afati kushtetues ka edhe 5 ditë kohë për përfunduar, ndryshe vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Vetëvendosja dhe Albin Kurti shprehen se ka ende kohë për një marrëveshje, ndërkohë që dy partitë, pra LDK-ja dhe PDK-ja, thonë që nuk ka më hapësira për diskutim dhe konsultim. Si mendoni ju, zoti Spaiu, a ka ende kohë dhe a besoni që do ketë vullnet politik për gjetur një marrëveshje përpara këtij afati? Edhe mund të ketë në rast se ndaj Albin Kurti bëhet më gjeneroz. Në fakt ai në negociata është treguar tepër i rrept edhe tepër koprac, por duke tërhequr litarin nga vetja shumë, ndonjëherë të kputet litari dhe nuk fiton gjë nga kjo. Ai edhe në bisedat që ishte me Serbinë, me Beogradin, u tregua shumë më i zoti në këtë negociatori i zoti se sa pararëndësit e tij të cilët vazhdimisht lëshonin pe dhe nuk fitonin asgjë. Ai të paktën përfitoi diçka nga këto, duke qenë shumë më serioz, por tani të shohim se çfarë do të bëjnë në të ardhmen, sepse akoma nuk është fundi, akoma nuk është ajo çfarë Kosova kërkon nga Beogradi, njohjen nga Serbia, që është qëllimi i fundit i Kosovës për bisedat Prishtinë-Beograd. Edhe rrjedhimisht edhe në skenën e brendshme me u treguar shumë tahmaqar, më thënë në këto negocimet politike, qoftë atëherë kur ishte puna për kryeparlamentaren, qoftë për presidentin, tani dhe ai provoi që fillimisht të përfitoj duke i trembur opozitën, duke vendosur kandidatin e vet dhe duke menduar që opozita do të friksohet të shkojë në zgjedhje dhe do t'ia votojë kandidatin. Por kjo nuk piu ujë, dhe më vonë pas vendimit të gjykatës kushtetuese u detyrua të çonte pe dhe tash partive opozitare u ofroi kryetaren e parlamentit në vend të presidentit. Dhe mendoj që në këto 5 ditët e fundit pres që ai të bëjë një ofertë më gjeneroze, t'ju ofroi presidentin opozitës. Edhe nuk e di tash nëse do ta bëj, por do të ishte e logjikshme që ta bënte sepse zgjedhjet më së paku i lëvërdisin Albin Kurtit. Sepse nuk fiton asgjë në zgjedhjet të reja ai mund të fitojë më pak. Po dhe sikur të fitojë më shumë, prapse prap ne do të vijmë në një situatë